pejgamberi alayhi salatu wasallam hadith e Buhari. Edhe ka thënë, o Adem, o baba i njerëzimit, se vetë tyje, ti në nxerë neve në dunja. Çka i tha Adem alayhi salatu wasallam? Tha, o Musa, ti ka zgjedhur Allah, ti e pejgamberi i Zotit, ty. Ti duhet me ditë punë. Tha, qysh po më qërton për diçka çka Zoti ma ka shkruar para se më krijë. Ma ka shkruar me hinxhëra, ma ka shkruar me mandalu pemën, ma ka shkruar me hangër, edhe ka zhjithë. Edhe ka punduar. Pro mos më akuzo për atë, që ishte Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, se Ademi alayhi salam ka thënë, unë s'u nxjerr juve biçëneti. Po gjunahi e më mos se vetë që Allah më në nëzirë për gjenetit. Ama ki gjunahi u shkru, u koni shkru para kisht me e bëllë. Tha që i Sheikhul Islam Ibn Taymija, kur ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e fitoi Ademi Musa. Kur është kjo? Kur qëj në që është kërë. Apo, kur në njëre ka bëllë gjuna, ta shna muna me thamë veç pëndohë. S'muna me këti nga mamas, e me thamë, hajde në mëse ba, jo, e bana. E bana, ata pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur e pyetën sahabët për shikimin që ata studojnë muslimi,